po e shkruaj këtë letër e tronditur nga situata që më ndodhi ditën e enjtë me datë 06/04/2023, ku logopedi Ilyasa Fazliu ka pasur një sjellje të tmerrshme me mua. Po në atë kohë, kur kthehem nga zyra e kolegut pas përfundimit të seancës, zotëria më drejtohet më njëherë me kërkesë llogarie dhe me zë shumë të lartë, duke përdorur fjali, citoj: "Unë jam shefi këtu, unë ju kontrolloj juve, këtu nuk din asnjë logoped me i trajtu rastet, ata nuk din për veti e po i mësojnë të tjerët." Sipas saj, ajo ishte përgjigjur shkurt duke thënë se nuk ishte aty për të vlerësuar profesionistët, duke theksuar se Fazliu gati kurrë nuk është i pranishëm në seanca dhe nuk i njeh fëmijët. Edhe ato 20 minuta që ai vendos me qenë i pranishëm bën ndërhyrjen e mes të seancës duke më pyetur rreth jetës time personale. Unë vendos të mos përgjigjem. Vendimi im i cili e agravoi edhe më shumë situatën. Pasi unë refuzova të përgjigjem, Ilyasa Fazliu filloi të më ngacmonte duke më bërë pyetje rreth profesionit dhe parimeve që ai nuk i zbaton personalisht. Veç kësaj, në këtë ankesë stazhierja thot se Fazliu ishte quar në këmbë, duke bërtitur dhe ishte shumë afër fytyrës së saj, sa kishte frikë se do i godeste, por që në dhomë ishte një person tjetër. Në këtë ankesë, ajo thot se kur fëmia nuk pranoi të bashkëpunonte me të, pasi ishte fytyrë e re për fëmijën, Fazliu e kap fëmijën me forcë nga tavolina. Po në të njëjtën datë, rreth orës 12:30, kur fëmia nuk pranoi të bashkëpunonte me mua pasi isha fytyrë e re për fëmijën, zotëria në fjalë kap fëmijën me forcë nga tavolina, ka pasur edhe një dëshmitar në zyrë. Atë ditë kam qenë ngarkuar emocionalisht, kur unë kam lënë zyrën, kam pasur vështirësi të marr frymë dhe kam pësuar atak paniku. Bani përgjegjes, ata që minimalisht do duhej të ishin të përgjegjshëm. Betimi për drejtësi ka biseduar edhe me këtë stazhiere, e cila ka thënë se nuk dëshiron të flasë për këtë histori. Nuk kam kur gjë me thonë, ankesa u drejtu të drejtore, kjo ankesi ka 2 vjetë e gjysë, e kena kalu se histori edhe nuk isha dasht me ju këthy edhe njëherë. A është adresu ankesa jote në vend, më thonë, është marrë parasysh? Nëse ki dëshirë me ditë të informacion, ashtë ta i shkon mirë me shumë e bitë të drejtore. Jo, nuk kam dëshirë se është këtë një farë eksperiencë e ranë për mu dhe kisha dasht me rjetu prapë të e tregu si eksperiencë. Në ankesën e 5 me radhë që betimi për drejtësi ka siguruar, edhe një stazhiere në ankesën e drejtuar në qershor 2025 kishte shprehur shqetësime lidhur me terapistin Fazliu. Në ditën e parë të stazhit, terapisti na ka thënë që të fillojmë ne stazhierët seancën, pa na dhënë asnjë informacion paraprak rreth rastit, çka ka krijuar një pasiguri të madhe për ne, pasi nuk kemi pasur mundësi të kuptojmë qartë nevojat dhe gjendjen e pacientëve për të cilat do të punonim. Pavarësisht kësaj, terapisti ka kërkuar që të përfundojmë regjistrimin dhe të kryejmë punë terapeutike pa pasur mundësinë e mbikëqyrjes dhe udhëzimit nga një person përgjegjës, ashtu siç kërkohet me rregullore.